Madje shpërthimet e para e kemi pa edhe në ajër, shumë afër ndërtesës sonë, dhe vërtet ishte një ndjerë shumë e keqe, aq më shumë për ne që e kemi përjetuar edhe një luftë, por shpejt ajo që ne menduam që do t'ishte vetëm sulm mbi bazat amerikane, doli që në fakt do të sulmoheshin të gjitha objektet tjera që mund të shërbenin interesit amerikan, dhe kështu që u sulmuan jo vetëm bazat amerikane, në fakt ata provuan të gjuajnë bazat amerikane, por gjithashtu provuan të gjuajnë edhe aeroportet dhe portet, edhe kanë provuar të gjuajnë edhe ndërtesën e CIA-s në Dubai. Gjithashtu edhe një bazë të vogël detare franceze, e cila në fakt tymi i saj është parë dhe nga ndërtesa ime. Po sot, po ju jeni mirë fatmirësisht, po sot si është situata, si është atmosfera? Në fakt është çuditshme, njerëzit reagojnë varësisht se si ndjen dhe si reflektojnë ata situatën. Domethënë ka njerëz që janë plotësisht të relaksuar. Sot poshtë banesës tim unë kam parë njerëz që luajnë tenis, njerëz që dalin edhe në pishinë, por ka edhe të tjerë të cilët janë strehuar në podrum, kanë marrë dyshek, kanë marrë jargan, janë strehuar në vendet të ndryshme në korridor ose në banjo e kështu me radhë. Domethënë varësisht sa njerëzit janë të friksuar, çish e ndjejnë ata situatën. Personalisht unë s'kam lëvizur nga banesa.